mirëmbajtjes, duhet me qenë Lokacioni ku? Lokacioni do të jetë aty ku stadioni i plotson kriteret për pos kritereve që i përmendëm. Autostrada, aeroporti, komunikacioni, do më thonë me qenë qasja, po duhet edhe me mirëmbajtjen pjesa ekonomike. A është mendu lokacioni, pro? Po, është mendu me qenë pranë qendrës tregtare. Tashti aktualisht është kërkohet me qenë diku afër Prishtina Mallit, për shkak se aty vinë 20.000 shikus, kosta e mirëmbajtjes është më e lehtë, domethënë kjo është pjesë që po diskutohet. Por sigurisht duhet me pas parasysh. A ne themi ka Lipioni bie. Jo ka Lipioni, jo Prishtinë, nuk është. Po Lipioni diku Prishtina Mallit. Apo me thonë arsyeshmërinë tash, sepse është afër aeroportit. Po. Është afër autostradës, është afër qendrës më të madhe tregtare në Evropë, në Ballkan, po, edhe në Evropë, po, është vërtet. Në Ballkan, jo në Evropë, në Ballkan, ndër më të mëdha në Evropë. Po. Prandaj nëse vinë aty 10-15.000 vet, normal që kosta e mirëmbajtjes ka më qenë më lehtë sepse është një qendër tregtare si çdo kund që vendoset për ndërtimin e stadiumeve ku qarkullojnë, defilojnë shumë numër i madh i shikusve, sepse mos harroni se nuk është larg edhe aeroporti i Shkupit, për ndonjë ndeshje të karakterit ballkanik, pse jo, nesër mas nesër organizimi i ndonjë kampionatit evropian ku do të merrte pjesë Maqedonia, Shqipëria, Bullgaria e të tjera. Kjo është